E do të flasim në vazhdim të dashur dëgjues për një forum që është i treti me radhë, është forumi i tretë vjetor i Gjelbërt, që bashkon institucionet, shoqërinë civile, median e ekspertë për diskutuar për çështjet e klimës. Është një ngjarje që zhvillohet nga Balkan Green Foundation, edhe kur më shumë se sot duhet flitet për ndryshimet klimatike edhe në Kosovë, sepse jemi në muajin dhjetor edhe nuk po na bjen borë hiç, sot ishim ngufat nga mjegulla. Krejt janë këta faktorë të ndryshimeve klimatike. Fiona është sot me ne, Fiona Bakia, koordinatore e projekteve në këtë organizatë, ka me na dhënë hollësi se çysh e kanë menduar këtë forum ose këtë edicion. Fiona, mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. A patë shumë mjegull edhe ti kur erdhe? Po, ishte pak një nisje jo shumë e mirë e ditës, po shpresoj që kam e vazhdu me disa diskutime të mira, me u kthjell pak koha, po me u kthjell pak edhe qëndrimet tona në këto fushën e klimës edhe të energjisë. Po, çush është mendu forumi i tretë? Forumi i tretë i Gjelbërt, domethënë është edicioni i tretë ose viti i tretë që organizohet ky forum, ka për qëllim me mbledh qysh edhe paraprakisht aktorë të ndryshëm, me prapavija të ndryshme, që gjithë kanë njëjtin qëllim, me zhvillu vendin ton në tranzicionin e energjisë, po edhe mbrojtjen ndaj ndryshimeve klimatike. Më shumë do të flasim për transparencën, edhe do të flasim për përgjegjësinë që institucionet në vendin ton duhet mbajnë në lidhur me politikat, po edhe implementimin e projekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e klimës edhe të energjisë. Ky forum është vetëm një prej aktiviteteve të projektit Kosovo Green Action që mbështetet nga Banka Botërore përmes një granti, Global Partnership for Social Accountability, edhe implementohet pra nga Balkan Green Foundation si organizat kryesore implementuese në bashkëpunim me Open Data Kosovo, që e jep një perspektivë të qasjes në dhëna ose digitalizimit të dhënave pak më shumë, edhe lëvizjes fal që është më shumë nga pjesa e transparencës edhe përgjegjësimisë të institucioneve. Sa e mirë që kemi Fiona. Krejt këta aktorë që do të bënë bashkë sot aty kanë me dhënë pikpamjet të tyre ose të gjetërat të tyre për një vit, edhe si organizat ju, ku e shihni Kosovën me këto ndryshime klimatike, sa është punuar për vitit në veç, çfarë masa janë marrë, a keni raportet fundet? Po, atëherë projekti, siç thash, kjo është vetëm një prej aktiviteteve që siguron transparencë dhe llogaridhënie. Kemi edhe aktivitete të tjera të projektit që kanë të njëjtin qëllim. Një prej tyre është edhe analizimi ose vlerësimi i implementimit të agjendës së Gjelbërt, për të cilën Kosova është nënshkruese dhe ka për detyrë ta zbatojë. Apo zbatohet? Këta ta shohim sot, do ta diskutojmë sot pak më shumë, po çka kisha dashur me cik është që ne bëjmë çdo vit vlerësime të implementimit edhe stadit se ku Kosova është në aspekt progresit në zhvillimin e agjendës së Gjelbërt dhe implementimin e projekteve në këtë fushë. Një prej këtyre raporteve do të publikohet sot edhe do të prezantohet sot. Për raporteve se çka kemi pa ne, më shumë si gjithmonë besim të ngecja në implementim. Domethënë kjo është shumë shqetësuese. Po, ne jemi shumë mirë në aspektin e hartimit të ligjeve, strategjive, dhe jemi shumë ambicioz me targetet që i vendosim si shtet, po kur shkojmë tek implementimi edhe zbatimi praktik i këtyre planeve, ngecim pak, edhe këtu besoj që hyn edhe roli i shoqërisë civile që me anë të këtyre eventeve dhe këtyre iniciativave me i bu bashkë gjithë aktorët edhe me shiku ku po ngecim edhe cila është gjendja për me ecë përpara. Që përmendesh shoqërinë civile, Fiona, po du me u ndal këtu pak, apo duket që ka pas aktivitet pak më pak këtë vit, apo unë nuk kam rri me i pa mirë, në kuptimin e mbrojtjes kësaj teme, domethënë, ose luftimit të dukurive të këqija që rëndojnë më shumë çështjen e ndryshimeve të klimës? Unë nuk mendoj se ka pas më pak
aktivitete përkundrazi s'ka për shoqëri civile që ngrit zanin për me i zbatu këto rregullativa. Përkundrazi ne mendojmë që shumë organizata që të tjera, jo vetëm Balkan Green Foundation, por shumë organizata të vendit e shohin tani më agjendën e gjelbër, po edhe tranzicionin e energjisë si një prej temave kryesore ku Kosova duhet të fokusohet. Po fatkeqësisht kemi pas një vit jo shumë stabil në aspektin politik, edhe po besoj që ajo e ka marrë vëmendjen pak më shumë të gjithë qytetarëve, po edhe të medjave, edhe sot kur flasin ndoshta unë në radio sot nëse më dëgjon dikush të fol për agjendën e gjelbër, mundet mi u dok pak jo shumë e rëndësishme, po detyra Balkan Green Foundation edhe misioni jonë si organizat është që mos me i lënë këto tema me rrjedh anash, përkundër sfidave të tjera që i kemi të institucioneve. Dhe i keni mbajtur në dinamikën e nevojshme. Po, jemi mundu të paktën. Po, sigurisht. Jon, cilat janë disa prej problemeve ose faktorëve kryesor që bëjnë që ju të merreni me këto studime, me këto analiza, çka shihni në terren, çka është rrezik më i madh për klimën që na atakon neve? Në aspektin ndryshimeve klimatike, normalisht që rreziku më i madh janë përmbytjet në Kosovë, për shkak se Kosova, domethënë, është vend që rrezikohet nga thatësirat, po nga përmbytjet pak më shumë. Po ne si organizatë, sidomos përmes projektit që unë e koordinoj, sfidën kryesore e kemi pa qasjen e të dhëna, edhe transparencën e të dhëna. Domethënë, se përmes projektit, siç e thash, e kemi target transparencën edhe llogaridhënien, edhe llogaridhënia ose monitorimi i duhur nuk mund të bëhet pa dhëna. Ose ku do është me marrë këto dhëna? Ku i keni kërkuar? Të dhënat problemi është që kanë adresa të ndryshme, domethënë nuk është një vend i përcaktuar ku janë gjitha dhënat, ose kjo ja bën një punë të mrekullueshme me mbledhje. Agjencia statistike. Po, me mbledhjen e të dhënave, po ne çka kemi pasur mungesë është që neve na duhet një platformë ose një adresë ku të gjitha të dhënat për energjinë dhe klimën duhet të jenë në një vend, edhe këtë po e adreson projekti, jemi në proces finalizimit të kësaj platforme. Por nuk e di a ka një sistem të digitalizuar tashmë ashtu që duhet për mi kërku ju me një search atë? Jo, nuk ekziston tani, po përmes platformës një këta po mundohemi me arrit, po e synojmë edhe jemi në proces të finalizimit, këtë muaj vetëm lansohet platforma, edhe aty ka me pas mundësi një investitor, një student që është duke e bërë një hulumtim, një gazetar që është duke e bërë një storje, brenda disa minutave me marrë një pasqyrë më të gjerë të situatës klimatike edhe të sektorit të energjisë në Kosovë, gjë që në kushtet e tanishme do t'i duhej disa orë ose disa ditë ose disa kërkesa për qasjen në dokumenta publike për me i arrit të gjitha informatat. Inteligjencën artificiale dhe do të jemi pak më të shpejt edhe në sigurimin e këtyre informatave. Fjon, ju keni me i marrë sot të gjitha informatat në këtë forum me përditësu një strategji të punës tuaj që keni, edhe a jemi shumë vonë në përmirësimin e diçkaje që mund të na mbrojë nga rreziku i klimës? Nuk mendoj se jemi vonë, prapë se prapë jemi shtet i vogël edhe jemi ndoshta një prej shteteve që në rajon jemi shumë mirë të vendosur në aspektin e planifikimit edhe në aspektin e strategjive dhe të kornizës ligjore. Çka na mungon edhe një herë është implementimi. Çka ngecim edhe çka mbesim ndoshta pak më mbrapa është implementimi, edhe këto mendoj që me vullnetin e duhur edhe me bashkëpunim. A ki pa këta që bëjnë fushata zgjedhore, hiç si përmendin këto punën e klimës? Është shumë temë jo shumë e prekur, sidomos në programe të ndryshme. Sa shqetësuese është, po? Është shumë shqetësuese. Ne diskutojmë shumë shpesh, sidomos kur vjen koha e zgjedhjeve, se sa prej këtyre programeve i përfshin targetet për ndryshime klimatike dhe për tranzicion të energjisë, edhe nuk janë shumë të kënaqshme, po shpresoj që me punën tonë si organizat pak të informojmë më shumë vendimarrësit edhe politikbërësit se kjo temë është shumë e rëndësishme. Ose për ditë, Fjon. Sidomos sot me kohën që e patëm në mëngjes. A keni ftuar që të vinë me ju parë edhe për këtyre
që janë në garë me i marrë institucionet e reja? Jo, jemi mundu me evitu, dhe me thonë për shkak se ndjem duket, ka fillu vetëm fushata asgjëdore dhe për shkak se nëse organizatë mundohemi me qenë apolitik, jemi mundu me u largu. Ndeshta edhe një pyetje edhe po e përmbyllim se mos marr shumë kohë, është ndryshim klimatike nuk mundet me u kufizu si hapësirë veç në Kosovë, ndikohi edhe nga vendet e rajonit, a keni bashkëpunime me organizatat kështu në vendet e tjera, që me bën një dokument të përbashkët ndoshta për me marrë masa në një diametër pak më të gjanë? Po, vetë se është, do më thonë, agenda e Gjelbërt është një dokument i përbashkët për gjithë Ballkanin Perëndimor, do më thonë targetet janë për gjithë Ballkanin Perëndimor. Sa ka një përgjithësi atje në për këto qasin e të dhëna që ju i kërkoni? Në vendet në rajon? Po. Nuk kemi një pasqyrë të qartë të dhënave në rajon, po e dim që sipas diskutime me partnerët tonë, problemi i dhënave është problem jo vetëm i Kosovës, jo vetëm i rajonit, është problem global, është edhe tek vendet më të zhvilluara, po kjo nuk duhet me na dekuraju që me u ndal, ne duhemi gjithmonë me synu për më të mirën. Ne si Balkan Green Foundation një prej programeve kryesore kemi edhe bashkëpunimin rajonal, për shkak se edhe jemi organizatë që tentojmë sa më shumë shtrirjen tonë të aktiviteteve ta kemi në gjithë rajonin, kështu që po, kemi shumë prej projekteve tona janë të shtrira në Shqipëri, Malzi, Maqedoni, gjithashtu kemi partner në Bosnjë, në Serbi, kështu që në gjithë rajonin. A keni shumë të rinj të mirë kështu si te aty në organizat? Shumica e organizatës jemi më të rinj, po mendoj që në general të rej po kemi dëshirë edhe energji me kontribu pak më shumë në shoqërinë civile në Kosovë. Faleminderit shumë për gjithë atë kontribut që jepni, ju përgëzoj shumë për punën, faleminderit shumë për kohën që erdhe sot në mëngjes Fiona dashur, ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Dëgjues të dashur, ishim me Fiona Bakia, koordinatore e projekteve në organizatën Balkan Green Foundation. Kjo organizatë mban sot forumin e 3 vjetor të Gjelbër, siç tha Fiona, një forum që do t'i bëj bashkë në Prishtinë institucione, pjesëtar të shoqërisë civile, gazetar, ekspert të fushave të ndryshme për diskutuar për rrugën klimatike të Kosovës dhe jo vetëm.